Belinda Balluku e ka vendin në burg për dallaveret me aeroportin e Florës, me tunelin e Llogaras dhe me të gjitha koncesionet e rrugëve që janë dhënë deri më sot. Jam gëzuar shumë kur kam lexuar para pak minutash lajmin nëpër mediat shqiptare se ditën e hënë Belinda Balluku do të shkojë në SPAK dhe do të merret si person hetim për favorizim pendera dhe për akte tjera korruptive. Bëhet fjalë për një nga pushtetaret më të korruptuara të historisë bashkëkohore të Shqipërisë. Nga ana tjetër, Edi Rama, këtë hajdute me famë e ka emëruar drejtuese të fushatës Tiranës. Tirana sot nuk ka kryetar bashkie sepse një hajdut si Erion Veliaj është në burg. Dhe për ironi të fatit, Edi Rama ka vendosur për drejtuese fushate një hajdute tjetër pa aq të madhe sa Erion Veliaj. I bëj thirrje prokurorëve të SPAK-ut që ta hetojnë deri në imtësi të gjitha maskarallëqet, aktet korruptive që kanë dalë prej kësaj ministrie dhe institucioneve tjera të shtetit shqiptar. Populli shqiptar ka nevojë për drejtësi dhe përpara drejtësisë askush nuk mund të jetë i amnistuar. As Veliaj, as Balluku, as Edi Rama dhe as oligarkët.